Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në ekranin e Reporterëve. Jemi në edicionin informativ të orës së 17. Do njoh fillimisht me zhvillimet kryesore deri më tani. Në shënimet e javës në podcastin Flasim, kryeministri Rama i rikthye këtë të diel edhe një herë qëndrimeve për çështjen e pezullimit të zëvendës kryeministres dhe ministres Belinda Balluku, por këtë herë për pasojën e vendimit që sipas tij krijohet në lidhje me arrestin e varësve të saj. Rama tha se që pas vënies në arrest shtëpie të dy drejtorëve të Ballukut, atë të ARSH-s së Gjyli dhe të Kesh Elezi, zvendësimi i tyre është i pamundur, pikërisht prej pezullimit të Ballukut. Më shumë se 3.000 telefonata dhe mbi 170 takime të Ilir Metës nga qelia nuk kanë mjaftuar që trajtimi i tij në burg të konsiderohet sipas standardeve. Avokati i popullit ka nxjerrë një raport detajuar për këtë të Paraburgosut, ku kritikon burgun për masat ndaj tij dhe kërkon reflektim të menjëhershëm. 4 takime në muaj, thotë raporti, përbën kufizim të tepruar të së drejtës për jetë familjare dhe të drejtës për të organizuar. Taulan Toma, i konsideruar nga autoritetet italiane si ai duti i Parmës dhe Menofkën, nuk është arratisur sërish nga burgu. Sipas mediave në Itali, shqiptari 41 vjeçar arrit të largohej nga një institucion me siguri të lartë në Milano, duke shfrytzuar dobësi në sigurinë dhe aftësi personale për t'u arratisur. Ngjarja ndodhi natën mes së shtunës dhe së dielës më 7 dhjetor, kur ai preu hekurat e qelisë dhe doli jashtë duke përdorur çarçaf të lidhur. Më pas u zhduk pa lënë gjurmë. Investimet e huaja direkte në sektorin e medias do të verifikohen nga institucionet shtetërore në mënyrë që të shmanget dezinformimi apo ndikimi i keqdashës nga shtetet prej nga vijnë pikërisht këto investime. Në projekt vendimin e hedhur për konsultim publik parashikohen edhe gjoba të krivura për investitorët e huaj kur nuk respektojnë kërkesat ligjore të Shqipërisë. Një rëshqitje masive shkëmbore ka nxjerrë jashtë funksionit ujësjellësin e Mirditës, duke lënë pa ujë të pishëm mbi 9.000 banor të qytetit të Rreshenit dhe fshatrave. Shemja ka ndodhur në një terren të vështirë malor, vetëm pak kilometra larg vendburimit të ujit, dhe shoqëria e ujësjellësit ka kërkuar ndihmën e ushtrisë dhe emergjencave civile. Putin përshëndet ndryshimet e Donald Trump në strategjinë e sigurisë kombëtare të SBA-s, duke thënë se ato përafrohen me qëndrimet ruse dhe mund të hapin rrugë për dialog mbi Ukrainën. Zëdhënësi Peskov tha se kritikat e strategjisë ndaj Evropës dhe thirrjet për më shumë përgjegjësi të aleatëve përputhen me vizionin e Moskës. Në Evropë, strategjia Trump shkarkoi reagime të menjëhershme. Një garë të mbushur me emocione dhe jashtëzakonshme fal vendit të tretë arritur në Abu Dhabi, Lando Norris arrit të shpallej për herë të parë në karrierë kampioni Formula 1. Me vetëm 2 pikë më pak e mbylli sezonin në Max Verstappen, i cili fitoi çmimin e madh në Emirate, por pas 4 vitesh u detyrua të lëshoj fronin.